Mijëra shqiptar pushtuan rrugët e New Yorkut, parada tradicionale por u shoqëruar dhe me protesta. Mijëra shqiptar u derdhën në këtë të shtunë në rrugët e New Yorkut në paradën tradicionale shqiptare, një aktivitet i përvitshëm i organizuar nga komunitetet dhe organizata të ndryshme shqiptaro-amerikane për të promovuar kulturën, historinë dhe identitetin kombëtar, të veshur me kostume tradicionale, duke valvitur flamuj shqiptar, amerikan dhe të Kosovës. Pjesëmarrësit marshuan në rrugët kryesore të qytetit duke e kthyer paradën, një nga ngjarjet më të mëdha të komunitetit shqiptar në SBA. Po krahas atmosferës festive, aktiviteti u shoqërua dhe me protesta ndaj qeverisë shqiptare. Sipas informacioneve të siguruara, një grup shqiptarësh u mblodhi jashtë perimetrit të paradës për shprehur qëndrimet e tyre politike lidhur me zhvillimet në Shqipëri dhe protestat që prej javësh po mbahen në Tiranë. Burime nga vendngjarja bëjnë me dije se Departamenti i Policisë së New Yorkut vendosi masa sigurie dhe kufizohej hyrjen e disa protestuesve në zonën ku zhvillohej parada, duke i mbatur ata jashtë itinerarit zyrtar të aktivitetit. Protestuesit mbanin pankarta dhe flamuj, ndërsa kërkonin të rriqnin vëmendjen e pjesëmarrësve në opinionin publik mbi situatën politike në Shqipëri. Megjithëse pati momente tensionesh verbale mes pjesëmarrësve në protestë dhe organizatorëve, aktiviteti vijoi pa incidente serioze, ndërsa policia amerikane monitoroi situatën gjatë gjithë zhvillimit të paradës.